أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falendrojmë dhe madhrojmë se çdo herë Allah në lartësuam, çojmë selavate për pejgamberin ton të bekuam. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë ecë rrugës së tij edhe kanë me ecë pas tij deri në ditën e Kiametit. Jemi në surën El-Hujurat, duke medituar ajetet e kësaj sure madhështore që na shëtisin në mësime të ndryshme. Porosi pas porosie, derisa kemi mbrit tek ajeti i 11 i kësaj sureje, në të cilën Allahu i lartësuar tha: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Thot Allah i lartësuar në këtë ajet: O ju që keni besuar, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër. Ndodh që ata janë më të mirë se sa tallësi. Dhe nuk bën të tallen disa gra me disa të tjera. Ndodh që ato janë më të mira se sa ato që tallen. Thot Allahu, dhe mos e përqeshni duke nënçmuar njëri tjetrin, e as mos e etiketoni njëri tjetrin me llagape. Sa pas besimit të keq, pas besimit është keq të përhapet llagapi i keq. Fund thot, e ata që nuk pendohen janë mizorët. Të nisëm ajetën për fillimit. Tha Allahu, o ju që keni besu, mos u tallni. La yaskhar qaumun min qaumin. Mos le tallet një popull, një grup njerëzish me një grup tjetër. Tash sikur se po thot Allahu, që ato telashet e mëdha që i përmenëm në dersën e kaluar, sa që besimtarët po i dërgojnë në luftë, ato po llogaritëm që i kemi krye. Tash kemi pajtuar mes muslimanëve. Ato telashet e mëdha i zgjidhëm. Tash Allahu po merret me disa telashe brenda shoqërisë muslimane, ama që janë shumë prezente edhe në kohën tonë. E që në sytë tonë janë shumë të lehta, shumë të vogla, madje i kemi normalizuar, ama të Zoti shohim që janë shumë trona. Të parën po thot Zoti, mos le tallet një popull me një popull tjetër. Besimtari është personalitet i lartë, nuk tallet me kërkon. Madje në komentim të këtij ajeti thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, sahabi i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot el-bala'u muwakkalun bil qawli. Belaja, sprova, është e lidhur ngushtë me fjalën. Me fjalë që ja paraprin asaj. Thot belaja është e lidhur ngushtë me fjalë që ngjillen më herët. Thot law sakhirtu min kalbin la khashitu an akuna kalba. Sikur të tallesha me një qen, do të friksohesha se mos kish me më shndrua Allahu një men në qen. Kam frikë se nëse tallem me qenin, do të shndrohem në qen. Abdullah ibn Mas'udi thot nuk tallna as me një qen, jo më me dikon prej muslimanëve. Pra Allahu po thot, o ju besimtarë, mos u tallni një grup me një grup tjetër. La yaskhar qaumun min qaumin. Është interesante se Allahu në këtë ajet i ndan burrat edhe gratë. Mos le tallet një grup me një grup tjetër, e as disa gra me gra të tjera. Zakonisht, metodologjia e Kuranit është e tillë që nuk ndan mes burrave dhe grave. Sa artëtojë që keni besu, i përfshin edhe burrat edhe gratë. Pse Allahu tash po ndan mes burrave edhe grave? Janë dy arsye pse Allahu tash ndan mes dy gjinive. Arsyeja e parë është që kjo si cilësi është e shfaqur në kogja shumë edhe te gratë. Andaj njëherë po i drejtohet burrave, e që me ato i përfshin edhe gratë. Tani masanej sikur se po i ndan gratë dhe të keni kujdes, se si cilësi është e shfaqur edhe te kjo.
Mendimi i parë. Mendimi i dytë, që edhe kjo është shumë e logjikshme, kanë thënë dietarët, Allahu po ndan për shkak që tallja zakonisht vije si pasojë kujt? Si pasojë hasedit, xhelozisë. E xhelozia ku ndodh? Xhelozia ndodh mrena njerëzve të llojit të njëjtë. Për shembull, është shumë normale një burr me xhelozu një burr. Kjo ndodh zakonisht. Ose një gru me xhelozu një grua. Rrallë ndodh e kundërta. Madje kjo nuk është e lidhur vetëm në saje të gjinisë, por në saje të profesionit. Për shembull, është shumë normale hoxha me xhelozu hoxhën. Xhelozon se e kanë profesionin e njëjtë. Po hiç nuk është me qenë logjikshme hoxha me xhelozu bujkun, edhe me thonë për shkak që po i rin arës gati. Ose me xhelozu një inxhinier. Nuk ndodh. Xhelozia ndodh me lloje të njëjtë. Andaj Allah po thot, mos le tallën burrat me burra, se që ato e xhelozia e madhe. As mos le tallën gratë me gratë. Kjo tallja e tregon një cilësi që na kena përmend dersën e kaluam, e që është individualizmi. Me tallje, çka synon tallsi? Ky nuk bën, ky nuk din. Ai nuk e ka dertin e fesë, ky nuk e ka jetën e pastër. Kush po jet? Unë. Ky e ka veç një synim, do jul tjertë me ngrit vetveten. Mirë, me çka kena thonë Islami e ka sulmu individualizmin, me çka ka përmirësu me individualizëm. Shikoj ajetin, asa an yakunu khayran minhum. Mos u tall, se ndoshta ai është më i mirë se sa ti. Çka qëllimi është më i mirë se sa ti? Ai nuk tallet. Ti je tallësi. Leti çka po thu, ai nuk po bën gibet. Ti je çaj që po bën gibet. Ai nuk po të përmend ty, ti je çaj që po përmend ata. Në start, ti je më i keq se saj. Se ti je të bëni gjëna, çaj nuk po bën. Andaj Allahu thot, ndodh që ai është shumë më i mirë se sa ti. Ajeti pastaj vazhdon thot, wala talmizu anfusakum. Në përkthim e kemi gjetë mos e etiketoni njëri tjetrin. Është gabim. I shkojnë fjalë për fjalë. Wala talmizu, mos e etiketoni anfusakum, veten tuaj, jo njëri tjetrin. Mos e etiketoni veten tuaj. Pse Allah po thot mos e etiketoni veten tuaj? Edhe këtu janë dy mendime të ulemave. Mendimi i parë thot për shkak që ti kur e ke etiketu vllaun tën, ti e ke etiketu veten tënde. Ti kur thu ky nuk din, ai nuk bën, ky se ka jetën e mirë, ky nuk e ka fi sebilillah, ky është i keq. Mirë, në fund ti je të përqesh umetin, pjesë e cilët umet jellet. Andaj me shoh vllaun tën, po thot Zoti, me etiketu vllaun tën, është sikur se me etiketu veten. Ti je sikur se ai që i pshtyn vetes vet. Musliman e prapambetun, për vete e ka. Musliman e padishëm, për vete e ka. Wala talmizu anfusakum, mos e etiketoni veten tuaj. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë që na jep me kuptuar ajetin, edhe që kjo është mësim madhështor. Mos e sjell veten në atë pozitë ku mund të etiketohesh. Se kjo i bjen sikur se me marrë ti me etiketu veten tonë. Besimtari e ruan veten e tij, edhe nuk e çon veten në atë pozitë ku ai mund të mu etiketu me llakape të ndryshme. Ka njëherë na këshirën veç likimin ose reagimin e tjetrit. Po Islami na mëson me këshir shkaktarin. Çka thot pejgamberi alayhis salam? Inna min akbaril kabair. Prej gjunaheve më të mëdha, thot pejgamberi alayhis salam, an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Me i mallku njeriu prindët e tij. Sahab çuditën tani ja Rasulullah, çish i mallkon njeriu prindët e tij. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli, yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli, fa yasubbu abahu. E shon thot babain e tjetrit, e ai kthehet ja shon babain e tij. Ky e ka shoh babën e vet. E ka pru veten në atë pozitë, sa që e ka shty tjetrin me e shoh këta, to e shoh ky i pari. Ky në start e ka gjunahun e parë që e ka shoh prindin e tij, jo prindin e tjetrit.
Se kë e ka pru vetën atë pozit, duke nis sherrin i pari, e merë gjunahën që e ka shoh prindin e tij. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu e mallkon atë që ka mallku prindin e tij. Po ky ka shkatar. Sigur se atje, nëse s'keni harru, mos i shani ata që e adhurojnë dikën tjetër në vend të Allahut, pse? Se e shohin Allahun. Ti ke çaj shkaktari, ti ke çaj që e nisi. Andaj besimtari, sikur se thot Allahu, nuk e çet vetën në atë pozit ku mundet mu etiketu. Shikoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa i kujdesshëm ka qenë që mos me qit vetën e tij në pozita të dyshimta. Mos e bir vetën me të etiketu tjerët, me të përmend tjerët. Pejgamberi sa ka qenë janë në itikaf, në xhami. Shkon tek ai Safia, gruaja e tij. Edhe ja dërgon disa sende të asaj kohe. Tash pejgamberi sa mundi me paramendu errësirt natën, e dërgon Safien tek shtëpia e saj. E sjell mbrapa xhamis, edhe çon tek shtëpia e saj. Rrugës takohet me dy ensar, me dy banor të Medinës. Pasi që i dhajnë selam pejgamberit sa më dhe ecin pak, pejgamberi i thot ala rislikuma. Nalove çpak. Nalove çpak. Innaha Safia. Që kjo gruaja që do që peshën me shami natën, me feregje, kjo është Safia. Ata i thanë, ma'adhallahi ja Rasulallah, mos e bir Zotë i dërguar i Allah, na me dyshun në ty. E me thanë e kemi pa pejgamberin alisa me një gru natën. A i tha, jo nuk dyshoni, por shejtani ecë në damart e birit Ademit. Pra pejgamberi sallam nuk e kalon hiç vetën në pozitë keqe, me thanë, kush ke? Ja të nesër në mëngjes ta me thonë e kemi pa pejgamberin alisa me një gru. Jo, nuk i tha gruaja jam. Innaha Safia, kjo është Safia. Pejgamberi sa më ka mësuar sahat, pra wala talmizu anfusakum, mos e etiketoni veten tuaj, mos e qit veten atë pozitë që tjerët me pat nevojë me të etiketu ose me të përçesh. Sikur se shkon ai sahabi te pejgamberi alayhis salam, ai thot ja Rasulullah, e kam pa një ëndër të çuditshme. Thot kam pa në ëndër sikur më është kput koka, edhe ai rrotullohej, e on vrapoja pasoj me kop. Shkon me ja komentu ëndrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e dëgjon pejgamberi sallallahu këtë ëndër, ai edhe sahat filloi me qesh. Edhe i thot pejgamberi alaihi salam, thot bi ayyihuma kunta tanzur. Me cilën sy ke ato e këshyr. Ti synin e ke pat në kokë aty. Thot me cilën sy thot e këshyrshë. Thot mos na trego çysh ka lujt shejtani me ty mbran. Mos se tani njerëzit nuk të marrin seriozisht. Mos e qit veten në atë pozitë, sa që tjerë tani me të etiketu me thonë që kjo çaj që e ka thonë në ndër vetën pa kokë. Pejgamberi sa mi ka mësuar sahabët i ka duku, që mos e qit veten në atë pozitë, që tjerë me pat nevojë me të baki bet ose me të etiketu. Pastaj vazhdon Allah thot, wala tanabazu bil alqab. Mos i ngjisni njëri tjetrit llakape të ndryshme, të këqija. Kjo është grada e tretë. 3 grada na i përmeni Allah në ajet. E para ke es-sukhrije, kur e nënçmon çaq fort vëllain ton musliman, sa që llogari që as nuk merret me to hiç. Kjo është kur e nënçmon, as nuk merret me to. E dyta është el-lems, yani s'ka pak bën me sy drejtina, e etiketon me ndonjë gjest, edhe treta është en-nabz, yani se dhe i nxjet llakap të keq. Këto, thot Allahu, bi'sal ismul fusuqu ba'da al-iman. Sa keq që pas imanit mu merr me çdo gjë. Po përse në zemrën tu ki iman, qysh me kënd të takohesh ti ke vendosur me përçesh. A ke vendosur me kënd të rish, mja gjithë ka një behane. A ke vendosur me cilën do që e ki në rrethin tën, mja zbulut metat. Bi'sal ismul fusuq, sa keq po veprani, ba'da al-iman. Tu pat iman zemrën tuaj. Thot Allah, kjo është gjë e keqe. Këto rregulla që i shpjegum dhe këtë, kanë të bëjë me muslimanët që kemi prezent. Ama shenëtria muslimanit nuk mbaron veç të. Shenëtria muslimanit është po aq e rëndësishme sa që edhe kur nuk është muslimani prezent. Edhe kur është i vdekur, edhe qindra vjet, edhe shejku i mas tij,
besimtari ka shenjë të ri. Thot Allahu në ajetin e vijim: Ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve. Ijtanibu në Kur'an na përmendën të ndërun vllazën vetëm për gjunahe të mëdha. Ijtanibu rijsa min al-awthan. Largojuni adhurimet e idhujve. Ijtanibu, atje thotë largojeni, ijtanibu qawl az-zur, fjalës së rreme, që është për qëllim fjalës së shirkut. Tash ijtanibu na përmend edhe për mëkate shkatruese. Thot pejgamberi sa ijtanibu sab'al mubiqat. Largojeni 7 mëkateve shkatruese. Allahu po thot do sene që kom ja u përmend çutë për një mënyrë shkatruese. Largojeni, o ju që keni besuar, o ju që keni vendosur me qëndru atë ku ju ka urdhëruar Allahu, as mos më ja parapri, as mos më qëndru mbrapa. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Largojeni shumë supozime. Largojeni shumë mendime, shumë dyshime. Pse po thot Allahu ijtanibu kathira, largojeni shumë dyshime, se krej dyshime s'mujna më ju largu. I shkon ngarkesë për neve nëse Zoti na kishton largojeni krej dyshime. Mos dyshoni hiç. Mos supozoni hiç. Ai për një me që ai është idealja, po na s'kishëm mujt me ba. Ama ijtanibu kathira, shumicës së dyshimeve largojeni, thot Allahu i lartësuar. Çka janë dyshimet? Dyshimet janë për një person i cili ju ka shfaq drejtësia, ti me fillu me mendu keq për ta. Për një person, ma në men kjo pjesën ju ka shfaq drejtësia në anën e jashtme, ti fillon edhe mendon keq për ta, që kjo është adh-dhann, supozim, mendim i keq. Kjo leqë është haram, kjo vepër, po kjo e shkatërron edhe vetë për personin. Persona të tillë që rrin të mendu për tjerët, edhe të supozu për tjerët, edhe menon skenare të ndryshme për vllahun e vet musliman, edhe njënin më të keqin, njënin që është më i rëndi, çato e merr dhe ja vendos vllahut të tij. I mendon 100 skenare për ty, edhe çaj që është më i ligo thotë që ky është vllau jam musliman. Ijtanibu, e keni për detyrë largojeni. Persona të tillë që rrin të supozu për tjerët e kanë jetën e rëndë. Madje, kanë thonë ulemaja, su'udh-dhanni min khubthi-dhann. Mendimi i keq vije nga poshtërsia e menduesit. Mendimi i keq për të tjerët, pa arsye, për persona që ju ka shfaq drejtësia, e ka veç një burim. Poshtërsia edhe fllëqësia e menduesit. Nuk mujnë me kanë këtë keq, bre, s'u një veç të i miri. Tash nëse ti kalon atë pikë, sa që për këtë ki dyshime, dyshimet janë të ti. Dyshimet janë tek nefsi, tek nefsyet. Pra, duhet me kuptu një gjë, që ky mendim, ani pse nuk është fjalë, ani pse nuk është vepër, e ka një dispozit, haram. Është haram me mendu për vllahun tënd musliman, keq, nëse ju ka shfaq drejtësia, edhe ti s'ki arsye, edhe s'ki argument. Ma e pakta është haram. Kështu që këta njerëz që mendojnë keq për tjerët, këta mendojnë që kanë veç mendime të tyne dhe hajtë se nuk ka gjë, mirë po që ta jenë të po haram. E për çet haram tani vjen dita e Kiametit ku dohet me u kusurit. Ti thu hajtë se veç mendim është. Ky i devijum, ky është bidatxhi. Ky nuk e ka kuptu fejnë mirë. Ky ka të lashe me akide. Ky ka të lashe me fejtë Zotit. Ti mendim e ki se nuk ki argument. Edhe masarajn ditën e Kiametit me keq që ta njerëz ki me pat punë. Është një shejh i Egjiptit, e tregoj këtë ajet, thëj ke umra një herë me shku në një xhami të Egjiptit, edhe gjej tani hoxh me një 5-6 veta. E thot, unë pëlqej jashtëzakonisht pamja, se thot e kishit ai hoxha një libër për para vetit, edhe e shpjegoj. Unë pëlqej thot pamja jashtëzakonisht, edhe kesh të fal vaktin se udhëtar edhe me vazhdu punëve të mia. Thot tu u fal, po e dëgjoj tash këtë shehun, këtë hoxhën që i dhaj ke ders aty në nxënësat vet, thoj ke po e dëgjoj duke i thënë, na që jemi në xhami që të, jemi ehli suneti dhe xhamatin krejt Egjiptin. Ehli suneti dhe xhamati jemi veç na.
tjerët janë deviju. Që ta hoxhallar që abishtinin e për xhamia, që ata në fakultet që atje që në të mësue, që ata që atje që në kryesi të venit, krejt janë të deviju. A di çka i bjen kjo? Kjo i bjen me pat mendim të keq, sa milion banori ka Egjipti, për kreta. Me pat mendim të keq për krejt ummetin. Kë ka me dalë me llogarit me gjithë se cilën një ka një ditën e kiametit. Pse se çfarë faji pataj që ti me konsideru bidatxhi, ka ditën. Çfarë faji pataj që ti nuk ja kthejeve selamin, se thash se ka akidën që çdo, me cilën argument. A veç fjalë edhe ti e the çashtu edhe hajt se s'ka gjë, mendova, nuk ka mendova. Inna ba'da dhanni ithm, një pjesë e mendimeve vjen gjëna shkatërues atë Zoti. Për ta kemë llogarin ditën e kiametit. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Adhannu akdhabul hadith. Gënjeshtra më e madhe është supozimi. Gënjeshtra më e madhe është supozimi. Pse? Leçi është gënjeshtër. Pa e del shpifje. Nuk i argument. Edhe ti tani masaj në ditën e kiametit ki mu ballafaqu me një ka një përpara Allahut. Pra, kur të themi në raport me dikon, mendoj, do të me pas shumë kujdes. Sidomos nëse e prekëm çashin e dinit, edhe nëse e prekëm çashin e fesë. Kthehemi te ajeti. Inna ba'da dhanni ithm, tha Allahu, disa prej mendimeve janë gjëna. Shërë rënditjen e ajetit sa madhështore është. Ijtanibu kathira, largojni shumicës së mendimeve, se disa prej mendimeve janë gjëna. Tash nuk po dhe shumica mendimeve. Janë disa. Ama që ato disa, aq janë të rrezikshme, sa që Allah po thotë ju largojni shumicës. Aq janë të rënda, aq mujnë me të kushtu ty në dynja edhe në ahiret, sa që Allah po thotë ti largoj shumicës. E si me largu dyshimin, 3 pika na i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para, mos e realizo mendimin. Mos u merr me to. Mos ja nis me gjyku në bazë supozimit. Thot pejgamberi alayhis salam, wa idha dhananta fala tahaqqaq. Kur të supozosh, mos e realizo. Mos i shko më përmas. E dyta, thot kujtoje normën e supozimeve. Haram. Ti e të po haram. Ka njëherë do mendimin, a hajtë se këna thonë mendimin nuk na shkon Zoti. Mendimin që ti s'e kontrollon nuk ta shkon Zoti. Ama janë disa mendime që Zoti t'i shkruan edhe mirë. Ka mendim që Allah thot në Kur'an, dhalikum dhannukum alladhi dhanantum ardakum. Tha që ky mendimi ju që e keni pasur për Zotin ju ka shkatruar. Mendimi shkatron. Sun thuti është mendim se kumni që përderisa nuk e thun, nuk ta shkruan Zoti. Po, ama që ky mendim mundet me kanë raport me Zotin, sa që ta shkruan edhe mendimin. Mundet me kanë raport me vllahun ton musliman se ta shkruan, se ky është tani supozim. Janë se i gjykon tjerë në basaj. E para mos e realizo, po thot pejgamberi sa. E dyta kujtoje që je të bëj haram, edhe e treta kujtoje çka kish më ndodh me umetin, nëse ja nisëm edhe na punojna në bazë të supozimeve. Nëse ja nisëm na gjithsesi çeta çytë që jemi, nëse ja nisëm na raport me njëri tjetrin, me gjykun në bazë të supozimeve. Ma mërmenja që hoxha se ka fi sebilillah. Ma mërmenja. Supozim, mundet me pat arsye, ku dyshojnë që të pika, mirë, a ki argument? Çka nëse nuk ka çashtu? Tani vjen dita e kiametit. Andaj pejgamberi sa kur dënë njëri më i dashur te pejgamberi sa më kanë Zeidi. Pe njerëz më dashur, u kanë Zeidi. Tani u kanë edhe Usame ibn Zeid, Usame djali i Zeidit. Që të Usame pejgamberi sa më ka dashur shumë. Mirë, po që kjo Usame kur shkon në luftë një herë, edhe të luftu me njënin prej mushrikëve, i bjen shpata prej dorë mushrikut, pa besimtarit, edhe ai thot la ilaha illa Allah. Usame djali i ri, 16 vjet. Kë selam me kry shahadetin hiç. E rahaton. E mbyt. Kur i arrin lajmi pejgamberit alayhis salam, thot bërmani Usame këtu. Kur e merr Usame në ul pejgamberi son për para, thot pse myte? Tha shahadetin. Tha ja Rasulullah, nuk e pat fi sabilillah. Se na kem luft. Pra ky ka supozuar. Ky tha shahadetin që e po shpatën për para vetë. Pejgamberi sa çka i tha? Ashaqaqta sadrahu. Mos ja çelë gjoksin e peti. Thot disa herë ka përsërit.
e qateltehu ba'da an qala ilaha illallah. A myte mas i tha la ilaha illallah. A myte mas i tha la ilaha illallah. Edhe tu e thonë këtë fjalë, tha hini brenda. Thotë wallahi, kisha pa të qef, mos me kanë musliman deri çat ditë. Kisha pa të qef, mos me kanë pranu islamin deri atë ditë. Nuk shkon me gjyku në bazë supozimit. Pejgamberi sa të mendshmën ja kalon vetë Zotit, ai ka gjyku me të jashtëm. Tash pra Allahu po na urdhron me dy gjëra tjera. E para ke largo prej supozimit. Se supozimi tha gjëna. Mirë. Kur nuk kemi argument, po vetë supozojna për dikon, menojna dikon. Çka bojna zakonisht? Kur ki dyshime për dikon, mirë, por nuk ki argument, fillon edhe spionon. Me vërtetu që ato mendimet e tua, fillon e lyp argument të vllavit. Thot Allah në Kur'an, wala tajassasu. Mos spiononi. Pse spionon? Që masanej kur të vërtetojsh ato që ti ke mendu për vllahun tën, që atëherë ti bën gibet shlirë. Që ata pika 3 të ajetit është mos bëni gibet. Pra e para tha mos meno keq, e dyta tha menimi keq kam ju dërgu në spionazh, e ki haram. Spionazha ty veç ka me ta qel derën e përgojimit. Andaj thot Allahu, tash masi ki dyshime për vllahun tën, e ki haram me spionu. Me lypti argument për çato mendimet e tua. Haram e ki. Haram e ki edhe në raport me familjarët e tu. Haram e ki me spionu qoftë edhe fëmin tën. Po dyshoj që nuk po falet. Nuk është e lejuar për ty me shku me këshyr, me spionu, sa ajo është haram. Gjej metoda tjera. Jo spionim. Ajo është ndaluar me ajet. Ki mendim për vllahun tën, mirë po gjej metodë tjetër, jo me anë të spionazhit. Që ka thot Allahu i lartësuam, në fakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Thot, ja ma'shara man aslama bi lisanihi. O jo që keni besu veç me gjuhë. Del pejgamberi sa në hutbe, edhe del shumë nervoz. Fillon edhe bërtet. Thot, o jo që keni besu veç me gjuhë. Wa lam yufdi al-iman ila qalbihi. E imani halas ju ka hyrë në zemra. Çfarë thot pejgamberi? Thot, la tu'dhu al-muslimin. Lani rahat muslimant. A bën milan rahat muslimant. Mos I dëmtoni muslimant. Wala tu'ayyiruhum. E as mos ja ulëpni tmetat e tyne. E as mos I hulumtoni tmetat, mos I përgojeni. Wala tattabi'u awratihim. Mos I pasoni, mos I hulumtoni tmetat e tyne. Ngo që ka thot hadithi, që është njëra për hadithëve që dohet me në rënqeth trupin edhe zemën. Thot pejgamberi alayhis salam, "Waman yattabi' awrata akhihi al-muslim, tattaba' Allahu awratahu." Ai që I hulumton tmetat e vllaut të tij musliman. Unë sens po veç po hulumtoj, veç po du mu bind, ani, hulumtoj. Thot, tattaba' Allahu awratahu. Allahu ka më hulumtu tmetat e tij. وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Ati që Allahu ja hulumton tmetat e tij, ka me ja marr ftyrën walau fi jawfi beyti. Edhe nëse është midis dhomës vet. Ai që I hulumton tmetat e vllaut të tij musliman, ka me ja hulumtu Allahu tmetat e tij. Edhe ati që Allahu ja hulumton tmetat e tij, ka me ja marr Allahu ftyrën, ka me u poshtru, edhe nëse është ulën kam krysh në shpinën e vet. Që kjo është hulumtimi, spionazha, është ndaluar edhe me hadith pejgamberit alayhis salam, llogaritet janë për gjunahe të mëdha. Kjo çon tek gibeti. Andaj Allahu thot, mos e bëni gibet njëri tjetrin. Gibet është me përmend për vllahun tën diçka që nëse kish me qenë ai prezant, kish me ardhur keq. Është tmerruse, edhe është që të aranqet zemrën dhe shpirtin, edhe që do të më na shqetësu këtë venive. Çështja e gibetit. Qa konsiderohet gibet në shariat? Madje hala më aran se kjo, gibeti ku llogaritet? A besoni që shumica e ulemave gibetin e llogarisin të gjunahet e mëdha, jo të voglat. Të gjunahet e mëdha. E gjunahet e mëdha kanë tjetër hukëm, tjetër dispozit për aty në të voglave. Gjunahi I madh,
Pastrohet veç kur ka kërkim falje, veç kur ka istikfar, edhe ato kur e pranon Zoti. Këta nuk e lan as namazi, as zeqati, as haxhi, kur gjë. Gibeti llogaritet mëkat i madh. Tani hala më anë se kjo çka është gibet. Unë veç një fjali e ku marr pe selefet më shu çka gibet. Murra ibn Muawiya ibn Qurra i ka thënë Shu'bës. Dietar të maj ky Muawiya ka qenë tabin. Thot law marra bika rajulun aqta fa qulta hadha aqta hadha ghiba. Thot Muawiya, thot nëse kalon para teje një njeri pa dorë. Kalon një njeri pa dorë. Edhe ti në mos prezencë të tij thu ky i gjymti. Ç'ka kjo gibet? Ç'ka kjo gibet? Po e ka. Ç'ka kjo gibet? Nëse nuk ish me pa ta cilësi, ajo është shpifje. A kish pa çfarë faj me këngë këtë më thonë që ky pa dorë non stop? Jo. Ç'ka kjo gibet? Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i tregon Aisha për gruan e tij Safijen, edhe bën me dorë një herë. Për me tregu shkurtësinë e saj. Çka i thot pejgamberi sa çish kanë qenë duke qesh, sa ai ka qenë muhabet me zburrit edhe grus. Kur e sheh pejgamberi sa Aishën duke bë me dorë, pra duke tregu shkurtësinë e trupit e saj, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. E ka thënë një fjalë, cilën fjalë me bë mja hedh detit e trazan. E trazan. Gjuna i madh e gibeti. Që të fjallën tane e Aishë, mja hedh detit, kish me trazu. Ngushtohemi edhe humbim krejt për para historive të këtij umeti se si i ka një gibetit. Lepe aty në të selefit, unë para ju vesh një shembull ku më përmend për një anë për dietarëve bashkëkohor. Sheikh Osama Abdul Azim ka vdek në Kairo të Egjiptit, ka vdek në 2022. Kë tregon kënë nxënës i tij, thotë kemi pat atë nxyrë ku kemi punu me hoxhën, se ky ka qenë edhe inxhinier. Thotë atë nxyrë thotë kemi pat një djalë të ri e ka pat emrin Ahmed. Thotë po ky Ahmedi e ka pat një cilësi mjaft interesante që ka pat qef mi thon Ustadh Ahmed. Profesor Ahmed. Ka pat qef. Kjo sukon dhe janë profesori, po ka pat qef. Thotë kur i kemi thirr Ahmed nuk na ka përgjigj kur. Sa ka përgjigj se sa herë që kemi thirr Ahmed. U dashëm i thon Ustadh Ahmed, Profesor Ahmed. Thotë çfarë do ka pat thotë si shprehi. Thotë deri sa thotë na thotë si grup, kemi bë hajgar edhe me qëllim i kemi thon veç Ahmed. Thotë kur rishëm me shejhun, edhe na përmend ke Ahmedin, thotë ku është Ustadh Ahmed. Shejhu ja bëj ku profa. Ku është Ustadh Ahmed? Derisa thotë i thash një herë, o shejh, çish po i thu provë? Çish po i thu provë? Ati që merret me letra. Thotë pasha Allahun, edhe kur lutna për të përpara Allahut kur mbien mend, thonë Allah fale profesorin Ahmed. Se me kënkonaj aty, s'kish pa qef me një të thonë veç Ahmedin. Që kjo është shmangi pe gibetit. Kjo ka vdek në 2022. Jo pe selefit. Personat e tillë që kanë kuptuar rëndësinë e gibetit, edhe ikin. Personat e tillë që se din çka është gibeti, se kanë kuptuar peshën e madhe, tani masana ishe të zhytën në gibet. Shkurtimisht po i përmendëm me 6 raste kur nuk konsiderohet gibeti haram. Ka raste kur gibeti s'është haram. Thot Imam Nevevi, Allahu mëshiroft, al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifi wa muhadhdhiri. Thot Imam Nevevi, gibeti nuk është haram në 6 raste. E para thot mutadhallimin, për atij që ju ka bë zullum, ju ka bë pa drejt. Shkon mu anku dikon, s'u thua atij mos bë gibet, se ky po shkon me nxjerr hakun e tij. E dyta, wa mu'arrifin, për dikon që u bë i njoftën me një cilësi. Dikosh u bë i njoftën me një cilësi, s'ki çështë për shku ndryshe, vetë se duhet më ja përmend një tmet, duhet më përmend. Çit rast nuk o gjëna. Për shembull, nëse shkon në drezë ose në fakultet, ose edhe këtë të na, edhe i pyeta anihni Sulejman ibn Mihran, s'di ata një kush.
Mirë po me i thonë anja Imam A'meshin, krejtë njohin. Imam A'mesh, me për këty shqip i bjen i verbri, qurri. U boj njoftë me që tamën. Tabini madh, shumica njerëzve nuk ta njohin se Sulejman ibn Mihran. Ta që na mas 1500 vite, na do të me bo gibet. Mirë po e bojna për shkak muarrifin, veç për me njoft. Në qëtë rast, thot Imam Nevevi, nuk e kena inshallah për gjëna. Madje, sa për relax kështë, kë Imam A'meshi i kishpa dhe cilësi edhe tjera kështë të lezetshme. Për shembull, njëna prej cilësive ti, se ku kam për tabinëve të maj, e ka taku Enes ibn Malik, e ka taku sahab tjerë, edhe u kanë tabin kogja me dije. Po kë, sa u kanë i ri ka pot probleme një në sy, mas të ne është verbun. Për shembull, si cilësi ti që e ka pot, e kish po që kur u kanë të dhanë ders, të transmetu hadithe, e ka pot mërzime ju nga dikush. Qashtu e ka pot vetë si cilësi. E shkon njëherë një në xhami, edhe she xhamin plot me talebe. Të marë hadithe prej Imam A'meshit, edhe këshyrë kë lipa ka vend dikun mull, dhe vetëm në vend ku e gjanë nga të hoxhës. Edhe i kalën këtë njerëz, po menja ati se kur ishte që ata si nuk ullë atë, ku i kishar dhe janë i këti të fundit. Po kështë shkon edhe ullet nga të hoxhës. Kur ullet e Imam A'meshi, a i ka qenë i verbër, se u kon plak, kur e nin që dikush ju ka ullë afer, i shkon nerva. Edhe ta shtot, haddathana fulan, na ka tregu filanin, zinxhirin e transmetuesit, edhe Allah në roft pështy në anën e ku ka qenë i ullën zonës. Për me largu, po ai nuk ka lëviz për atyshit. Se ka thonë me jënu hoxhën, kyhin nëna edhe nuk na transmeton hadith. Para më që kë, A'meshi, edhe për to sa për kuriozitet, për shembull e ka pas zakon se u lodh për njerëz se për transmetime, i shku dikon e kish bleni qenë të shtirë. Edhe e ka lidh të dera. Që kur shkojnë nxënësat për hadith, me i njek. Se u lodh. Tash mundi me paramendu. A dini mësuesi kujt na kon kë? Ky u ka mësuesi Sufjan al-Thauriut. Ky u ka mësuesi Imam Wakiut, mësuesi të Imam Shafiut. Tabini madh u kon e ka blet qenin, edhe e ka lidh të dera, ka thonë, le të më hiq pak do nxënës se s'm po i doroj. Bile, kur shkoi një herë Sufjan ibn Uyeyne, mësuesi Imam Ahmedit. Shkon një herë të kë edhe shohin si mërzitshëm. I thonë, "O shejх, çka ki?" Thotë, "Ka vdek ai që ka urdhëruar për të mirë edhe ka ndalu për të keqes." I thonë, "Kush?" I thotë, "Qeni." Thotë, "Që ky qeni i shtiu, thotë, unë ka vdek." Që kjo është Imam A'mesh, edhe që kjo është sabri i ulemave që kanë pot me ta. Këtë sabër e kanë pas që unë e të sot me lexuar këtë edhe me i përmend, edhe krejt diturin ata që na kanë trashëguar, na sot me i shiju frytat e asaj diturie. Që kjo Imam A'meshi, e ka dhe një ngjarje dhe me këta po e përfundojmë, njëherë një nxënës e merr mas një vërrimi, thotë, "O shej, thotë, hajde unë të çoj të shtëpia." Edhe e merr, edhe shëtit ko gjagat, tash Imam edhe pse ka qenë i verbër, peshe që dhe tash u dash me vrit të shtëpia. Thonë, "Ku jena?" Thotë, "Kemi arë në shkretin." Pasha Zotin, ja vën kënë zonë që vetë. Ose kemi me kallëzu hadithet çka të veti. E unë e ku mi shkrua, ose ku me të lanë shkretin. Se ty ndryshe, nuk mujna më mirë vesh me ty ndryshe. Edhe këj janë i kallëzën, dhe saj i shkruna të hadithet. Edhe kur e kryn, e merr fleturën e jap një shokut vet, thot tash peçoj shejhun të shtëpia. Kur e zën shejhun të shtëpia, thot shejh më rritëm, thot a jena përpara dyrëve, thot përpara dyrëve. E kap shejhun nxënësin, e thot nimom një merr janë një fletore. T'ja marrën fletorën. Ai thot ja fletorën ja kum dhënë një dosit. Ja bën shejhu thot krejt çat kum thon, të kum gënjë. Nuk t'i kum kallëzu transmetimet e sakta. Ai thot anta a'rifu billahi min hadha. Thot ja, ti i maj devotshëm se sa me ba një gjë të tillë. Ti se bën ata. Që brezat e parë, me çka janë ballafaqu, për me shku me marrën pak ilëm, pak dituni. Që na sot më u kënaq me ngjarjet e ty në pasa vite. Andaj, kur jemi të fol për dikën sa për me njoft, inshallah nuk llogaritet gibet. Tjetra, nuk llogaritet gibet kur bëhet për me paralajmëru dikon. Nëse dina që dikush
e ka do cilësi të keqe, mos me lanë dikon tjetër me marr në qafë, edhe tjetra nuk llogaritet gibet për ata kur shkon me pyet, me kërku fetva. Për shembull Hindi shkon tek pejgamberi alayhis salam, e thot ja Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih. Ja Rasulullah, Abu Sufjanit i dhimbet edhe buka vet çahan. Është amaçari fort. Tash kjo normal që është gibet. Po pejgamberi sa mi ka tregu çka më bë, edhe në këtë rast inshallah nuk e ka edhe gjuna. Për fund thot Allahu, mos bëni gibet. A mos doni që me hangër mishin e vllaut tuaj të vdekur? Pse Allah po e bën krahasimin me mishin e vllaut të vdekur e jo të gjallë? Nga se për çka njëri arsyetohet kur bën gibet? Arsyetohet që ai nuk ka këtë. Me një farformë nuk ka ndjenja, është i vdekur. E tani çka më bë? Prekën delin e tina, thot Zoti. Tani është sikur me hangër mishin e tij për vdekurin. E tani fol për to. E tani masaj hin hak për to. E masaj fol për to, diçka që ai nëse kish me qenë, kish me ardhur keq, fund thot Allahu wattaqullah. Kine frikë Allahun, inna Allaha tawwabun rahim. Allahu është pendim pranues edhe mëshirues i madh. Andaj me mujt më largu për këtyre gjërave kemi obligim, nëse dojna me kanë musliman si shoqëri që Allahu i ka edukuar, nëse dojna me kanë të qetë në këtë botë, edhe nëse dojna me kanë të fitum në botën tjetër. Me këta përfundoj thirrjet ja ayyuhalladhina amanu. Në surën Hujurat na ka mbetë edhe një thirrje që është ja ayyuhan nas, o ju njerëz. E çka na thret Allahu, inshallah shikojmë në dersin e ardhshëm. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.